Hetim tronditës në Itali, turistë të pasur paguan mijëra dollar për të qelluar civil në Sarajevo gjatë luftës. Prokuroria e Milanos ka hapur një hetim ndaj disa turistëve italianë që dyshohet se kanë paguar deri në $90.000 për të marrë pjesë në safari njerëzore gjatë rrethimit Sarajevës në vitet 90, me tarifa shtesë për vrasjen e fëmijëve, raportojnë mediat ndërkombëtare. Sipas hetimit, të pasurit italian me lidhje të qarta të së djathtës ekstreme udhëtonin nga Trieste drejt Beogradit me linjën ajrore serbe Aviogenex për të bashkuar për fundjavë me ushtarët serb të Bosnjës, të cilët mbanin në rrethim kryeqytetin bosnjak. Ata dyshohet se paguanin $90.000 për të qelluar mbi civil të parmatosur nga kodrat përreth qytetit gjatë rrethimit 4 vjeçar të Sarajevës, që nga viti 1992 deri në vitin 1996 mbi 10.000 persona humbën jetën nga snajperat dhe bombardimet në ngjarjen më të gjatë të këtij lloji në historinë moderne. Rrugë si Ulica Zmaja, Od Bosnje dhe bulevardi Mesa Selimovic u bën të njohura si rruga e snajperëve për shkak të rrezikut të përhershëm të goditjes nga plumbat. Hetimi nisi pas një padije 17 faqesh të paraqitur nga shkrimtari dhe gazetari milanez Ezio Gavazzeni, me përshtatjen e ish magjistratit Giulio Salvini dhe ish kryetares së Sarajevës Benjamina Karic. 2021-2024, rasti u frymëzua nga dokumentari Sarajevo Safari i regjisorit sloven Miran Zupanic, publikuar në vitin 2022, i cili përmbante dëshmi tronditëse mbi turizmin e snajperëve. Gazetari ka deklaruar për La Repubblica se bëhet fjalë për njerëz të pasur me reputacion, biznesmen që lanë Triesten për të marrë pjesë në një gjueti njerëzish dhe më pas u kthyen në jetën e tyre të respektuar. Ai shtoi se mund të jenë deri në 100 turistë të përfshirë në këtë praktikë njerëzore. Prokurori Aleksandro Gobi thuhet se disponon lista me dëshmitar që mund të japin prova. Njëri prej tyre, një agent i inteligjencës bosnjake me iniciale TS, ka pretenduar se shërbimet sekrete italiane ishin në dieni të ngjarjes që në vitin 1993 dhe se ekzistojnë ende dosje të klasifikuara për këtë çështje. Konsulli bosnjak në Milano, Dumruk Çit, konfirmoi për La Repubblica se qeveria e Bosnjës po bashkëpunon plotësisht me autoritetet italiane. Ne jemi të vendosur të zbulojmë të vërtetën dhe të përballemi me këtë kapitull të errët së kaluarës, tha ai.